Jeta e ambasadorit të Shqipërisë në Ukrainë Ernal Filo u vu në rrezik serioz pasi kompleksi ku diplomati shqiptar banon në Kiev ishte mes objekteve civile të goditura me rakete dron nga Rusia. Këto pamje tregojnë pasojat e sulmit rus në banesën e përfaqësuesit të Shqipërisë në Ukrainë. Ambasadori Ernal Filo, i cili fatmirësisht shpëtoi pa lëndime, tregoi për Ora News detajet. Që nga hapja për herë të parë e ambasadës në Ukrainë vitin e kaluar, sulmi i mbrëmshëm që filloi rreth orës 22:00 dhe përfundoi në orën 06:30 të mëngjesit, ishte sulmi më i gjatë, më i madh për nga përdorimi i dronëve dhe raketave, si dhe më shkatruesi që nga fillimi i konfliktit në vitin 2022. Goditja ishte aq që forca depërtoi edhe në vend strehimet e godinës së rezidencës ku jeton diplomati. Goditja ishte aq e fortë sa eksplozivi depërtoi edhe në vend strehimin e godinës, përveç dëmeve në fasadë. Ishte një përjetim jo i lehtë për të gjithë ne. Këto sulme, që po terrorizojnë njerëz të pafajshëm, duhet të ndalet dhe duhet të arrihet një paqe e drejtë dhe e qëndrueshme. Ambasadori i Federatës Ruse në vendin ton u thirr në Ministrinë për Europën dhe Punët e Jashtme për shpjegime për ngjarjen që krye diplomati shqiptar Ferit Hoxha e cilsoi të papranueshme. Targetimi i zonave civile dhe vënia në rrezik e personelit diplomatik përfaqëson një përshkallëzim të rëndë dhe një tjetër kujtesë të zymt të kostos njerëzore të agresionit të vazhdueshëm të Rusisë. Në mes të këtij përshkallëzimi të ri të konfliktit ushtarak, por edhe politik, Shqipëria konfirmoi qëndrimin në mbështetje të Ukrainës. Shqipëria do të vazhdojë të qëndrojë fort pranë Ukrainës dhe përsërit mbështetjen e saj të palëkundur për sovranitetin, pavarësinë dhe integritetin territorial të Ukrainës. Ata që janë përgjegjës për këtë sulme duhet të mbahen përgjegjës. Ministri Hoxha në mesazhin publik pas ngjarjes që rrezikoi jetën e ambasadorit shqiptar në Ukrainë, krahas shpjegimeve kërkoi nga Rusia të respektojë plotësisht ligjin ndërkombëtar dhe të kthehet në negociata për t'i dhënë fund luftës. Rusia nuk po fiton, ajo vetëm po vret, po nxit vuajtje dhe shkatrim. Ne përsërisim thirrjen tonë ndaj Rusisë që të ndërpresë menjëherë këto sulme, t'i jap fund luftës kundër Ukrainës, të respektojë plotësisht ligjin ndërkombëtar dhe të kthehet në negociata. Edhe në dhjetor të vitit të 2024, sulmet ruse dëmtuan pjesërisht fasadën e jashtme dhe disa hapësira brenda godinës së ambasadës së Republikës së Shqipërisë, duke vënë në rrezik jetën e personelit diplomatik. Ato kohë prekën edhe disa seli të tjera diplomatike.